kemi sot të bëjmë një video në Shqip, sepse duhet të flas vetëm me shqiptar tani. Kam vënë re sa kohë kam jetuar këtu në Shqipëri. E dini për sa kohë kam qenë këtu? 27% jetësime qëndrova këtu në Shqipëri. Dhe koha kaloi shumë shpejt. Për sot dua të flas për për arsyeja që nuk as sugjeroj të huajve të vinë këtu në Shqipëri të jetojnë. Nuk është vetëm nga eksperiencat të mia, por vjen edhe nga logjikën që kam. Gjëja e parë është se nuk e kuptoj pse vinë këtu. Zakonisht ata po nuk e di, arratisen nga një situatë shumë e keq, ose provojnë të kërkojnë një jetë të mirë vetëm për vete, edhe ata nuk janë interesuar për jetët e të tjerëve, për shembull shqiptarët këtu. Unë erdha këtu me kishën time, po bëja një punë vullnetar. Dhe pastaj mbarova punë dhe vendosa të arri këtu për më shumë kohë. Gjetëm një punë tamam në Tiranë, mora lejen qëndrimit për një vit, ose për një vit dhe sa muaj do jetë skadent. Domethënë, do të duhet të riaplikoj prapë për një lejen qëndrimi tjetër. Ndoshta një të përhershme, e shpresoj për të shikojnë. Le të flasim për huajve këtu në Shqipëri. Unë kam takuar shumë njerëz, sidomos nga Italia, nga Amerika, nga gjithë botën, që kanë jetuar këtu tamam më shumë se një vit, 2 vite, kanë eksperiencë. Zakonisht të huajt nuk e mësojnë gjuhën. Dhe po flas edhe për vete tani, sepse për 6 vite nuk po flisja gjuhën juaj. As një frazë, ndoshta një fjalë si e ç'kemi, përshëndetje. Për mua në atë kohë mjaftonte. Tani flas çik më shumë kur ndihem si mund të mbijetoj në Shqipëri jo pa përkthyes se ndonjëherë duhet, për me telefoni, me Google Translate, mendoj se mund të kuptoj mjaft gjëra. Por të huajt këtu e trajtojnë Shqipëri si një playground, një vend kur mund të luajnë me lek, sepse për ata të gjithë është shumë i lirë. Edhe pse çmimet po rriten tani, për ata, unë ishe me sa njerëz, dhe kemi paguar, kjo është thjesht një shembull, për një sufllaqe, mendoj se ishte 350 lek, të reja. Unë mbaj mend kur ishte 250, atëherë për mua 350 nuk është i shtrenjtë, sepse unë kam mjaft lek ta paguaj 2 sufllaqe në ditë, nëse e dua, por s'dua. Problemi është mentaliteti që kanë të huajt kur vinë këtu, është të shikojnë të gjithë qëra dhe mendohen me veten që të gjithë është i lirë, dhe nuk po mendojnë nga perspektiva e shqiptarëve, si është jeta për ju. Gjëra e dytë, kam vënë re që ka ca njerëz që vinë në Shqipëri për biznes, për punë, dhe kjo nuk është një gjë e keqe. Por le të flasim për çmimet e çrave.
Tani unë paguaj 400 euro. Për para, pagova vitin e kaluar 350. Dhe 2 vite për para, mendoj ishte 300 lek. Çdo vit e shton 50 lek, sepse pronari është pronari shtëpisë. Çfarë të bëjmë ne? Dhe nuk e di kush e ka fajin, në qoftë se është qeveria, ose duajve, ose pronari shtëpisë, ose ndoshta të tre bashk. Por çia rrot, pagojmë shumë për një apartament me qira, dhe ta blej një apartament, tamam, çmimet janë njësoj si po jetojmë në Amerikë. E për mua kjo nuk ka shumë sens. Kjo është një arsye tjetër që nuk ma sugjeroj tuajve të jetojnë këtu. Një gjë tjetër, prit se po mendoj, është se gjyra juaj është shumë e vështirë për ne, edhe pa shumë jo sfidë, shumë forca, shumë dëshirë, po të mos kemi një dëshirë fort të mësoj gjuhën, mendoj se nuk do të mësojmë dot. Sepse atë dëshirë është një gjë që duhet, sepse nuk është një gjuhë aq lehtë si spanisht ose italisht, që mund të mësojmë duke luajtur lojë në kompjuter. Duhet të studiojmë gramatikën, rasat, rasat janë aq vështirë për ne. Tjetër është që ne të huajt rrim me njëri tjetrin. Do të thënë ka grup. Nuk e di se nëse ju keni parasysh në Tiranë një grup italian, një grup italianëve duke ecur në rrugë në blok me 15 italiane, rrim me njëri tjetrin, do të thënë italianët grup rrin bashkë, filipinezët një grup rrin bashkë, amerikanët një grup rrin bashkë, sidomos në Sarandë, edhe në Vlorë, kanë komunitetet e tyre. Unë personalisht nuk kam asnjë komunitet, kam një shoqe që është amerikane këtu, ndoshta 2, asnjë shok filipinez akoma, zakonisht rri vetëm me shqiptarë. Ky është eksperienca ime. Edhe për tuajt, e kam vënë sa vështirë është që të rrim bashkë me të huajt dhe me shqiptarët, dhe të flasim gjysmë anglisht ose gjysmë shqip, edhe tuajve nuk e kuptojnë çfarë po thonë, çfarë po themi. Jo themi se unë flas në anglisht dhe më kuptojnë shumë mirë. Dhe ata nuk ka mjaft durim ta rri ditë pas dite, herës pas herës, ta rrim një ambient kur nuk e kuptojnë çfarë po ndodh rreth atyre. Për mua ishte një problem, për tani jam çik mësuar. Një arsye tjetër, mendoj se është vetëm kaq.